Gjykata kushtetuese e Koresë së Jugut e shpalli të pavlefshëm shkarkimin e kryeministrit Han Duck-soo, duke rikthyer atë si president në detyrë. Han, zyrtari numër 2 i Koresë së Jugut, ishte bërë udhëheqës në detyrë pasi presidenti Yoon Suk Yeol u fajsua nga Asamblea Kombëtare e kontrolluar nga opozita për vendosjen e ligjit ushtarak në 3 dhjetor që shkaktoi një krizë masive politike. Por Han u fajsua nga Asamblea gjithashtu në fund të dhjetorit pas përplasjeve politike me ligjvënësit e opozitës. Kur mbërriti në kompleksin qeveritar në Seul, Han tha se gjykata kishte marrë një vendim të mençur. Han Duck-soo u zotua të përqendrohet në interesin kombëtar dhe u bëri thirrje qytetarëve të tij që të qëndrojnë të bashkuar. Duke ju referuar politikës tarifore të administratës së Trump, Han u tha gazetarëve se ruajtja e interesave të Koresë së Jugut do të ishte në përparësi. Me inaugurimin e presidentit Trump, lufta Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kinë për pushtet është intensifikuar dhe ne po përballemi me ndryshime të mëdha gjeopolitike dhe riorganizim të rendit ekonomik. Shkarkimet e paprecedenta të njëpasnjëshme që pezulluan dy zyrtarët kryesorë të vendit intensifikuan një ndarje të brendshme dhe thelluan shqetësimet për aktivitetin diplomatik dhe ekonomik të vendit.